Më 1 dhe 2 mars vitit 1992 organizua referendum në Preshevë, Bujanos dhe Medveq. Sot mbushen 19 vjet nga organizimi i referendumit marsit vitit 92, ku popullata shqiptare e luginës Preshevës për herë të parë në historinë e saj ishte në situatë të shpreh vullnetin politik. Përmes referendumit, qytetarët e 3 komunave të banuara me shqiptar janë deklaruar për autonomi politike territoriale me drejt bashkimi me Kosovë. Në periudhën e fillimit të shpërbërjes së ish Jugosllavisë në vitin 1991-92, u ngrit iniciativa partive politike shqiptare në Luginë Preshevës për themelimin e kuvendit përbashkët të 3 kuvendeve shqiptare për Preshevë, Bujanos dhe Medveq. Kuvendi qendror u formua më 16 shkurt vitit 1992 me seli në Preshevë me 96 delegat, duke përfshirë këtu përfaqësues të partive politike, shoqatave si dhe shumica e delegatëve shqiptar të kuvendeve komunale. Në kuadër të kuvendit përbashkët u bë edhe referendumi i marsit të këtij viti, ku dolën 3 opsione: bashkim me Kosovë, autonomi kulturore dhe autonomi politiko-territoriale me drejt bashkimi me Kosovë. Kjo e fundit fitoi shumicën absolute. Qytetarët ishin mjaft entuziast për ngjarjet që po zhvilloheshin. Ata në disa momente kanë deklaruar se referendumi është ditë e madhe për ta. Kjo ditë e madhe për ne, ditë e fortë, ditë e klimit, edhe jemi dalë për autonomi territoriale, gjitje me Kosovë, me Republikën e Kosovë. Këtë popullat si që e shifni, ashtu vua këtu për referendum, për 3 komuna që do të votojmë, jemi për autonomi territoriale dhe politike për shqiptarët, mandej për bashkangjitjen e kësaj trevave, kësaj popullatës këtyne trevave, me Republikën e Kosovës, edhe pastaj do të bashkohemi me Evropën, edhe do të bashkojmë këtë. Në kolonat e gjata në rrugicat ku qytetarët prisnin për të votuar për autonomi politiko-territoriale me drejt bashkimi me Kosovë, në rastet caktuara ngrisnin edhe gishtat në shenjë lirie dhe demokracie për vendin. Me këtë gjest identifikoheshin kërkesat e shqiptarëve në kënd ku jetonin. Sipas dëshmitarëve të kohës, punktet e votimeve ishin stacionuar në shtëpi dhe lokale private nga qytetarët vullnetmirë. Procesi i votimit ishte plotësisht jo legal. Për të kryer këtë nismë, nuk ishin kushtet edhe aq të favorshme, por asnjëherë nuk mungoi vullneti i mirë kombëtar i vendosëve tanë. Pankartat që ishin të ngjitura në hapësirat ku votohej kishin mbishkrimet: rroft autonomia e shqiptarëve në Preshevë, Bujanos dhe Medveq, referendumi obligimi unik kombëtar, votoni për, autonomia e shqiptarëve, sinteze kërkesave të popullit dhe të tjera. Para përgatitjet për mbajtjen e referendumit bëheshin nga një ekip i gjerë njerëzish. Ishin caktuar 71 vendvotime për të votuar 45.000 qytetarë në Preshevë, Bujanos dhe Medveq. Puna më e vështirë ishte të siguron materialet, punë kjo që është kryer nga aktivistët në terren. Rolin kryesor e kishte Këshilli për çështje organizative, komisionet për regjistrimin e banorëve sipas njësive, antarët përgjegjës të Këshillit organizativ për mbrojtjen e rendit dhe qetësisë publike në terren sipas njësive, ekipi për përgatitjen e pllakatave, komisioni zgjedhor për përgatitjen e materialit votues dhe ekipi këshilldhënës. Zyret e punës në atë periudhë ishin edhe odat sekrete për përpunimin e materialeve të referendumit. Përkundër gjitha problemeve të tjera, ishin pengesë edhe mënyra e gjegjes së propagandimit tek qytetarët, periudhë kur mungonin mediat vendore. Referendumi nga organizatorët u vlerësua i suksesshëm, sepse thirrjes së qytetarëve ju përgjigjen pozitivisht, 97.8% me përgjigjen për autonomi politiko-territoriale me drejt bashkimi me Kosovë. Më 26 mars vitit 1992, u emërua kryesia dhe kryetari i kuvendit Ibrahim Kadriu. Në shkurt vitit 1999 është përgatitur një promemorie, dokument ndërkombëtar. Pas kësaj koha janë bërë vajtje për materializimin e vullnetit politik shprehur në referendumin e marsit vitit 1992. Referendumi është i freskët në kokën e gjithë atyre që ishin aktor të kohës, por edhe qytetarëve tanë, mirëpo shpeshherë ka dilema sepse nuk u jetësua deri më sot vullneti i qytetarëve. Disa thonë referendumi dështoi dhe ishte vetëm mode kohës, ndërsa të tjerë thonë duhet më tepër angazhim dhe përkushtim për jetësimin e drejtave shqiptarëve të shprehur në marsin e vitit 1992. Mos demokratizimi i Serbisë dhuna e shfaqur ndaj shqiptarëve her pas here në periudha caktuara,
ka bërë që edhe më tej diskutohet për statusin e shqiptarëve të luginës Preshevës. Përkundër nënshkrimit marrëveshjes për realizimin e drejtave shqiptarëve pas luftës armatosur të ushtrisë lirimtare për Preshevë, Bujanovë dhe Medvesh, dhe më tej cenohen të drejtat elementare për jetë normale. Shqiptarët e 3 komuneve në Serbi ballafaqohen me maltretimet natyrave të ndryshme si vrasje, kidnapime, arrestime dhe diskriminime nga pushtetarët serb. Bashkëkombësit tanë në këto troje mbeten optimist se një ditë do të ngritet zëri për realizimin e drejtave të tyre, çdo herë duke aluduar në referendumin e 1 dhe 2 marsit. Rikujtuam aktivitetet politike që janë zhvilluar në marsin e vitit 1992 me rastin e organizimit të referendumit për autonomi politiko-territoriale me drejt bashkimi me Kosovë, duke uruar se pozita e shqiptarëve në Lugin do të jetë më e favorshme nga periudhat që po lëm pas.